Ndryshohet një rregull i rëndësishëm i futbollit që shkaktoi shumë polemika të mëdha këtë vit. Bordi ndërkombëtar i shoqatës futbollit, IFAB, ka ndryshuar një rregull futbolli që shkaktoi polemikat më të mëdha në botën e sportit në sezonin që sapo përfundoi. Penalltia e Julian Alvarez, gjatë së cilës ai pa dashje preku topin 2 herë, e eliminoi Atletico Madridin nga Liga e Kampionëve dhe çoi Real Madridin në fazën tjetër të garës. Ky nuk është i vetmi rast i tillë dhe i kemi parë në botën e futbollit, por nuk ka ndodhur në një nivel më të lartë për një kohë të gjatë. IFAB mbajti një sër takimesh në fund të sezonit dhe vendosi të ndryshojë rregullin. Nëse e njëjta situatë ndodh në të ardhmen, nëse lojtari e prek aksidentalisht topin 2 herë gjatë goditjes së penalltisë, penalltia duhet të përsëritet nëse nuk ka rezultuar me gol. Deri më tani gjyqtarët kishin të drejtë të zgjidhnin sepse sipas rregullave të futbollit, kjo shkelje nuk rregullohej nga një nen, por thuaj se mos ndëshkimi një prekje të dyfisht është i drejtë sepse portieri mund të mashtrohet nga trajektoria e ndryshuar e topit, që nga koriku i vitit 2025, rregulli i zyrtar i fundit thot se goditja e penalltisë duhet të përsëritet nëse rezulton në gol, edhe se para këtij lojtari aksidentalisht ka bërë kontakt me topin 2 herë. Gjuajtësi penalltisë aksidentalisht e godet topin me të dyja këmbët në të njëjtën kohë, ose topi prek këmbën e tij ose këmbën që nuk e godet menjëherë pas goditjes. Nëse goditja e penalltisë rezulton në gol, goditja ripërsëritet, ka shkruar IFAB në rregullin e ri. Nëse penalltia u mbet, akordohet një goditje lirë indirekte.